Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë mësim do të ndalemi së bashku tek mësimi numër 3 i nivelit të tretë, pra i nivelit B1 të gjuhës angleze. Do të shohim të paktën këto tre aspekte: përdorimin e present continuous, e kohës së tashme të vazhduar, present progressive, për ata që janë duke ndjekur versionin britanik. Do flasim pak për rrobat, clothes, dhe gjithashtu për parafjalët, preposition of places. Okay? Parafjalët në përgjithësi ndajmë në dy grupe kryesore, ato të cilat i përdorim për vendet dhe ato që përdorim për kohët. Më vonë pastaj do të shikojmë edhe në kategori të tjera. Le të fillojmë pak me clothes, me rrobat. Okay, ti marrim një nga një. Së pari të njëjshi kemi shorts, pantallonat e shkurtra, dress, fustani, coat, palto, top. Atëherë, me fjalën top në përgjithësi do të referohemi bluzeve të femrave. Okay, top sikur themi pjesa lartë e trupit. Ato rroba të cilat nuk bien, duke qenë se keni parasysh meshkujt janë relativisht pak më të thjeshtë në gjërat që veshin, kurse femrat normale rrobat e tyre janë pak më të ndërlikuara. Dhe ato bluzë të cilat nuk bien në një kategori të qartë, nëse janë për shembull bluzë me këtë shkurtra, këmisha, bluza të trasha dhe kështu me radhë, do të referohemi si top. Okay? Pastaj te pesa kemi jeans, jeanset, gjashta kemi skirt, fundi, suit, kostumi të shtanta, shirt, këmisha të teta, jacket or jacket me i, pra mund ta themi me i e në fundit, xhaketa. 10 warm up suit, fjalë për fjalë kostum të cilat ne përdorim për të nxehur pra kur bëjmë stërvitje. Okay? Që në shqip do të ishte ajo që ne referohemi si kostumi sportiv. Pastaj te 11 kemi pants, pantallonat. Dhe do të shikoni që ata që ndjekin versionin britanik, te rrobat mund të kemi disa ndryshime. Për shembull, një prej ndryshimeve është tek pantallonat. Në versionin britanik përdorim fjalën trousers në vend se sa pants. Okay? Pastaj te 12 kemi cardigan. Okay? Është kjo, po tash nuk e di nëse dalloni në fotografi, varet nëse jeni në kompjuter, tableti ose celulari. Janë ato bluzat që janë relativisht pak të trasha, të cilat janë me butone përpara, me kopsa ose zinxhir, të cilat në përgjithësi i veshin mbi këmishat në përgjithësi. Okay? Pastaj te 13 kemi t-shirt, bluzë me krah të shkurtra. Dhe te 16 kemi sweater. Okay? Ai që ne do t'i referoshim si triko, pra një bluze me krah të gjata kryesisht, por që është e trash në material. Vazhdojmë mëtej. Këtu të shikojmë pak tani në lidhje me këpucët ose gjërat të cilat ne i veshim të këmbët, fjalë për fjalë footwear, foot këmbë dhe wear vesh. Kemi sneakers, atletet, edhe këtu një ndryshim, te versioni britanik do t'i referohemi si trainers, nga fjala trainer, që ka të bëjë me stërvitjen fizike. Sandals, sandale, shoes, këpucët, boot or boots, se u referohemi kryesisht në shumës, çizmet, flip-flops, shapkat, sidomos të këtij stilit. Pastaj kalojmë te tights, okay, tek 20. Janë ato që në shqip ne do të referohemi si geta, veshje për femra kuptohet. Pastaj belt, ripi, tie, kollare, kravata. 23 kemi gloves, dorashkat. 24 kemi scarf, shalli. 25 kemi fjalën cap, okay, kapele. Tani fjala cap ka goxha përdorime në anglisht, një prej tyre është për kapele, sidomos të këtij lloji stili, pra me stre përpara. Pastaj te 6 kemi leggings. Tani diferenca ndërmjet tights dhe leggings, okay, nuk është ndonjë gjë e madhe, ndoshta për femrat këto detaje janë pak më të qarta, për ne meshkujt nuk është se janë kaq të qarta. Por gjithsesi, domethënë leggings dhe tights në përgjithësi u referohen pantallonave të cilat janë të ngushta mbas trupit. Okay? Pastaj te 27 kemi fjalën hat, që është fjala kapele në përgjithësi, dhe te 28 kemi fjalën socks, që janë çorapet. Okay? Tani në lidhje me tights dhe leggings, nëse arrini të dalloni qartë figurat, mund të kuptoni pak ndryshimin e tyre. Te tights kemi tek 20 të këtij lloji stili dhe te 26 kemi leggings.
Okay? Tani, të kalojmë pak tek jewelry, jewelry, bijuterit. Okay? Earrings, vathët, bracelet, pyrzyllyku, ring, unasa, dhe necklace, necklace, varset. Okay? Tani, të shikojmë pak cilat folje përdorim për sa u përket rrobave, këpucëve, aksesorëve dhe bijuterive. Okay? Duke qenë se këto mund të ndryshojnë nga një gjuhë tek gjuha tjetër. Për shembull, ne për sa u përket rrobave, kryesisht përdorim fjalën vesh. Okay? Vesh një këmishë, vesh një pal pantallona. Kurse kur flasim për aksesorët, në përgjithësi nuk përdorim fjalën vesh, themi vendos ose mbaj syze. Okay? Kurse në anglisht do të shikojmë që edhe aksesorët kryesisht do të përdorim foljen wear, okay? Pra vesh syze, që në shqip nuk e përdorim. Por na duhet të mësojmë fjalën e dur, foljen e dur, të cilën e përdorim në gjuhën angleze. Tani, të shikojmë pak 3 folje që i përdorim kryesisht me këto lloj objekte. Okay? Wear, që tham vesh, carry, fjalë për fjalë e mbaj diçka dhe e transportoj, okay? Jo thjesht e mbaj. Nuk kemi fjalë fikse në shqip për fjalën carry, or fjalën dress, të cilën edhe këtë kryesisht e përdorim me kuptimin vesh. Okay? Tani, kur do përdorim wear? Më falni. Use wear for clothes, jewelry and accessories. Këtu themi glasses, po shenjita gjë. Pra, do të përdorim foljen wear me rrobat, bijuteritë dhe aksesorët. Okay? Për shembull, she's wearing a hat. Okay? She's wearing sunglasses. She's wearing a shirt. Dhe kështu me radhë. Okay? Tham, edhe pse në shqip ne nuk përdorim të njëjtën folje, duhet bëjmë kujdes që kur të kemi këto situata, të mos bëjmë përkthimi fjalë për fjalë, por të përdorim fjalën e dur në gjuhën angleze. Tani, ku përdorim fjalën carry? Kryesisht për objektet të cilat ne i mbajmë me vete, për shembull, mund të jetë një çantë, mund të jetë telefoni, mund të jetë një valixhe dhe kështu me radhë. Pra, use carry for bags, briefcases, etc. Pra për çantat, valixhet dhe kështu me radhë. She's carrying a bag, okay? Kurse dress, në përgjithësi do të përdorim kur flasim në përgjithësi për veshjen, pra pa përdorur një objekt, pa përdorur një rrobë specifike. Për shembull, use dress with no object to describe the kind of clothes people wear. Pra, një nga aspektet, për shembull, kur duhet të përshkruajmë llojin e rrobave që njerëzit veshin. Për shembull, kemi një shembull këtu. Jane always dresses in black. Fjala që mungon këtu është black, nuk mungon poshtë pas kamërës. Pra, Jane gjithmonë vishet me të zeza, pra me ngjyrë të zezë. Okay? Vazhdoj pak më tej. Tani të flasim pak më present continuous. Edhe këtë si aspekt e kemi marrë që në nivelin e parë tek anjishi. Në këto gjëra kujtojmë edhe një herë që duhet të mbajmë mend së pari mënyrën se si ndërtohet, pra nga se përbëhet, dhe së dyti ku e përdorim. Se kështu do të na ndihmojë pastaj të bëjmë dallimin nga njëra tjetra. Për shembull, aspekti i parë kur studentët shikojnë përdorimin e ing, pra ing-s, okay, është kjo formë, por kujtojmë që përdorimi i ing në gjuhën angleze përdoret edhe në aspekte të tjera, prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë diferencën. Kur kemi ing në kohën e tashme të vazhduar, continuous or siç tham progressive sipas versionit britanik, dhe ku e kemi përdorur në raste të tjera. Atëherë, present continuous duhet të përbëhet nga folja be, nga folja që tregon veprimin, të cilës ne i shtojmë ing. Okay? Prandaj po të shikoni edhe këtu në të dhjetë lart, kur flasim për present continuous, duhet të jenë presente këto 3 aspekte, pra folja be, folja që tregon veprimin, pra folja kryesore, të cilës ne i shtojmë ing, pra ing. Okay? Kur e përdorim, use present continuous for things that are happening now at this moment. Aspekti i parë, që kemi marrë edhe që në fillim, për gjërat të cilat po ndodhin në këto moment, okay? Pra po ndodhin tani. Për shembull, mund të pyesim, what are you doing? Nuk po pyesim në përgjithësi, po pyesim për tani, çfarë je duke bërë, çfarë po bën? I'm sending a message to Amy. Pra, po dërgoj, jam duke dërguar një mesazh Amyt. Shikoni, pra i kemi prezente të 3 aspektet, are, do dhe ing. Edhe të përgjigja send dhe ing, pra duhet jenë prezente të 3 këto aspektet. Okay. Por gjithashtu kemi parë se e përdorim edhe për gjëra të cilat po ndodhin në këtë periudhë, nëse nuk janë fiks në atë moment. Kështu si thot aspekti i dytë. For temporary things that are happening now, this week, this day, etc.
Për shembull, për gjërat të përkohshme që po ndodhin tani ose këto ditë ose këtë javë, ndonjëherë edhe këtë muaj, varet pak, mund të jenë pak relative. Për shembull, my sister is taking a 2-month vacation in Italy. Okej, edhe pse është një periudhë 2 mujorëshe, pra nuk është fiks tani, ne mund t'i referojmë edhe në kohën e tashme të vazhduar. Pra motra ime po merr pushime 2 mujore në Itali, ose fjalë për fjalë po bën pushime 2 mujore në Itali. Gjithashtu, një aspekt i tretë ku ne e pam është kur ne përshkruajmë një pikturë ose një fotografi. Pra nëse një pikturë ose një fotografi ka veprime, atëherë ne do t'i trajtojmë si në të tashmen e vazhduar. To describe a picture, për shembull, in this picture the woman is standing near the window. Okay? Edhe pse piktura mund të jetë e bërë me 10 ose 100 vite më përpara, nëse ne shikojmë një veprim në pikturë, do ta trajtojmë sikur po ndodh tani. Pra në këtë pikturë gruaja po qëndron ose është duke qëndruar afër dritares. Pra këto 3 aspektet që kemi parë deri tani. Atëherë, si e ndërtojmë në formën pohore pozitive? Do kemi subjektin, pastaj foljen B. Pastaj foljen me ing. I am working. You, we, they are working. He, she is working. Okay? Në formën negative, mjafton të vendosim formën not ndërmjet foljes B dhe foljes kryesore. I am not working. You, we, they, kemi shkruar të treja bashkë sepse formohen në të njëjtën formë. Aren't working. E njëjta gjë edhe me veten e tretë njëjës. He, she, mund të ishte dhe it, e njëjta gjë, isn't working. Okay? Për të ndërtuar pyetje, shikoni se disa gjëra në gjuhën angleze ndjekin të njëjtin logjik, okay? Për shembull, tham kur folja B përdoret si kryesore ose gjysmëndimse, për të ndërtuar pyetjen ne do ta vendosim përpara subjektit. Okay? Edhe kur e pam në formën simple present, edhe kur e shikojmë tani në present continuous, logjika është e njëjtë. Are you, we, they working? Is he, she working? Okay? Edhe në përgjigjet e shkurtra, ajo që përdoret si ndihmëse gjysmëndimse, do të përdoret në përgjigjet yes, he is, no, they aren't. Okay? Vazhdojmë pak më tej. Tani, të kujtojmë edhe një herë spelling rules for ing form. Rregullat e gërmëzimit kur vendosim formën ing. Okay? Meqense kemi disa ndryshime. Aspekti i parë dhe më i thjeshtë është që ne folis i shtojmë thjesht ing. Për shembull, add ing, shtojmë ing. Cook, cooking. Okay? Tani, nëse ndodh që kemi folje me e në fund dhe kemi disa prej tyre, atëherë në këtë rast cut the final e and add ing. Fjalë për fjalë prite ose hiqe shkronjën e dhe shto ing. Leave, leaving. Okay? Kujtojmë edhe një herë që disa aspekte mund të kenë të bëjnë vetëm me shkrimin, sepse në të folur nuk pëson në ndryshim. Përgjithësi, shkronja e në fund të foljeve nuk shqiptohet, nuk lexohet. Prandaj nëse themi leave, leaving, në të folur është sikur kemi shtuar vetëm ing, okay? Por në shkrim do të bëjmë kujdes. Pastaj, nëse ndodh që 3 shkronjat e fundit të foljes, edhe nëse folja ka vetëm 3 shkronja, nuk ka rëndësi, janë bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore, atëherë do të dyfishojmë bashkëtingëlloren në fundit para se të shtojmë ing. Double the final consonant and add ing. Run, running. Pra kur kemi consonant, vowel, consonant. Bashkëtingëllore, zanore, bashkëtingëllore. Okay? Simple present or present continuous. Tani, të flasim pak për diferencën, edhe pse besoj për shumicën, ndoshta të gjithë nga ju, diferenca është goxha e qartë. Okay. Pra, simple present, tham për gjëra të përgjithshme, të vërteta, present continuous, siç pam edhe 3 rregulla pak më përpara për gjërat që nuk ndodhin për momentin në këtë periudhë ose kur përshkruajmë një fotografi dhe pikturë. Okay, kemi disa shembuj këtu. What do you do? Çfarë bën në përgjithësi? I work for YouTube. Punoj për YouTube-in. Okay? Kurse present continuous në këto momente. What are you doing? Çfarë je duke bërë? Çfarë po bën? I'm checking my emails. Po kontrolloj, pra po shikoj emailet e mia. Edhe një herë për kufizimet. Use the simple present for things that are generally true or always happen. Pra e përdorim simple present për gjërat që në përgjithësi janë të vërteta ose ndodhin zakonisht. Use the present continuous for things happening now or at this moment. Pra, përdorim present continuous për gjërat që po ndodhin tani ose në këtë moment. Okay? Tani, për sa u përket foljeve, deri tani nuk është se jemi futur shumë në detaje, sepse normalisht
i shikojmë aspektet gramatikore në varësi të nivelit ku jemi. Do të ketë disa folje të cilat preferojnë të përdoren me njërin kohë dhe me kohën tjetër, të cilat i ndajmë në grupe. Për shembull, kështu si thot për kufizimi. We normally use verbs that describe state or feelings, pra non-action verbs, in the simple present, not continuous. Ato folje të cilat ne në përgjithësi foljet i ndajmë në active and non-active, ose action and non-action. Pra, foljet të cilat tregojnë action, veprim, përgjithësi dallojnë qartë, tregojnë një veprim, për shembull dance, run, watch, është një veprim. Por kemi dhe non-action folje të cilat i ndajmë pastaj në nën kategori si state or feelings, pra që tregojnë ndjenja ose tregojnë një lloj qëndrimi. Pra nuk tregojnë një veprim, një aktivitet në vetvete. Tani, këto lloj folje, pra non-action verbs, që të cilat describe state or feelings, i përdorim kryesisht në simple present, pra nuk para preferojmë t'i përdorim në present continuous. Tani, keni parasysh që në varësi të nivelit ku jemi, mund të themi një përshkrim pak më të thjeshtë dhe të përgjithshëm. Dhe pastaj ndërkohë që vazhdojmë, mund të shikojmë edhe gjëra më specifike që përdoren në të dyja situata ose mund të dalim pak nga rregulli, Pra, për momentin na intereson në ky përkufizim, që foljet të cilat nuk përshkruajnë veprime, mund të përshkruajmë state or feeling, i përdorim në simple present dhe në përgjithësi nuk i përdorim në present continuous. Vazhdojmë më tej. Tani të flasim pak për parafjalët. Një nga aspektet më të vështira të gjuhës angleze është përdorimi i prepositions, meqense janë disa dhe ndonjëherë nuk është fort edhe qartë se kur i përdorim, ose disa për shembull mund përdoren në dy aspekte të ndryshme dhe mund na i bëjnë pak më të vështirë që derisa të mësojmë do përdorim njërin ose tjetrin. Tani, thamë që preposition në përgjithësi ne i ndajmë në dy kategori të përgjithshme, kur flasim për vendet dhe kur flasim për kohën. Këtu të shkojmë ato që i përdorim kur flasim për vendet, preposition of place, places. Tani, të shikojmë pak edhe të shikojmë në praktik se ku i përdorim. Për shembull, te njishi, ndërkohë do jemi duke përshkruar një figurë, një pikturë, dhe ndërkohë përdorim edhe preposition of place. There are two people in the room. Në përgjithësi kur do tregojmë në, pra në brendësi të kësaj gjëje, sidomos edhe kur flasim për dhomat e shtëpisë ose ndërtesave të ndryshme, kryesisht do të përdorim in. Pra, për kufizimi i përgjithshëm është nëse janë vende relativisht të mbyllura ose relativisht të mbyllura. Pra, there are two people in the room. Ndodhen ose gjenden dy persona në dhomë. Nëse do të tregojmë që diçka ose dikush ndodhet mbi sipërfaqen e diçkaje tjetër, do të përdorim on. Dyshi, the woman is standing on the left and the man is sitting on the right. Nuk do të tregojmë specifikisht se mbi çfarë po ndodhen, por në këtë rast kuptohet. Pra, groja është duke qëndruar në të majt dhe burri është ulur në të djathtë. Nëse ndodhet në mes ose ndërmjet, do të përdorim in the middle, pra në mes, dhe ndërmjet do të përdorim between, si rasti dhe treshi. In the middle of the painting, pra në mes të pikturës, between the man and the woman, there is an open window. Ndërmjet burrit dhe gruas, ndodhet një dritare e hapur. 4. A white cat is sitting on the man. Një mace e bardhë është ulur mbi burrin. 5. Kur duam të tregojmë poshtë një objekti, there's a rug under the man's chair. Ndodhet një tapet poshtë karrikes së burrit. Pastaj, 6. There is a telephone on the floor behind the man's chair. Pra, ndodhet një telefon në dysheme, fjalë për fjalë mbi dysheme, ne në shqip na vjen bardhë të themi në dysheme, dhe behind kur tregojmë mbas këtij objektit, mbas karrikes së burrit. Kurse, kur duam të themi në krah, ngjitur me, ose ndonjëherë në shqip themi edhe në anë të, do të përdorim shprehjen next to, si të shtata, next to the telephone, there is a lamp. Pra, në krah të telefonit, o të shikoni, është një lamp. Kurse kur duam të themi përpara, para një objekti ose një sendi tjetër, do të përdorim shprehjen in front of,
si të teta. In front of the woman, there is a table and a vase with flowers in it. Okay, këtu nuk duket fjala flowers. Pra, përpara ose përballë gruas ndodhet një tavolin dhe një vazo me lule në të. Okay? Pastaj kemi disa ndryshime të vogla këtu për vase, vazo, në anglisht përdorin fjalën vase, në anglishtën amerikane, në anglishtën britanike përdorin fjalën vase. Okay? Pra, A-O. Vazhdojmë më tej. Tani, të përshkruajmë një foto. Kujtojmë edhe një herë që për të përshkruar një foto, do të përdorim gjendet ndodhet, kur do të tregojmë që ndodhet një person ose një objekt, dhe do të përdorim present continuous për të treguar nëse është duke ndodhur një veprim, pra trajtojmë veprime sikur po ndodhin tani. Describing a photo, painting or a picture, pra të përshkruajmë një foto, piktur ose fotografi. When we describe a photo, we use. Kur ne përshkruajmë një foto, ne përdorim çfarë? There is, there are, to say what is in the photo. Pra përdorim shprehjen there is, there are, njëjës ose shumës, për të treguar se çfarë gjendet ndodhet në fotografi. Për shembull, there is a table and a vase with flowers in it. There are two people. Ndodhet një tavolinë dhe një vazo me lule në të, ndodhen dy njerëz. Gjenden ka, mund ta përkthejmë si të duam në shqip. E rëndësishme është që në anglisht të përdorim formën e duhur. Dhe the present continues to say what people are doing. Dhe kohën e tashme të vazhduar për të treguar se çfarë janë duke bërë njerëzit. Example, the woman is standing and the man is sitting. Gruaja është duke qëndruar, kuptohet në këmbë, dhe burri është ulur. Is standing, is sitting, pra present continuous. Mund të ndodhi që ndonjëherë t'i kombinojmë të dyja, pra kur të tregojmë se çfarë gjendet ndodhet dhe çfarë veprimi po ndodh. Sometimes we combine there is and the present continuous. There is a woman standing near the window. Ja dhe shembull këtu. Pra, është një grua e cila është duke qëndruar ose po qëndron afër dritares. Bukur. Kaq kishim edhe për këtë video. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.